Sa det är mikrofonen. Gick na vlogin. Jo. Këto janë zgjedhjet e para të lira që organizohen gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe janë historike për shtetin tonë të ri, që kaluam një vit të përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë me sukses të plotë, që kemi hapur tani rrugën e sigurt për integrime evropiane, procesin e stabilizim asociimit, procesin e liberalizimit të vizave. Këto zgjedhjen test evropian për Republikën e Kosovës. Unë edhe një herë sot dëshiroj të falenderoj gjithë shtetërorët e Republikës së Kosovës për pjesëmarrjen e tyre në fushat, falenderoj gjithë spektrin politik për një fushat korrekte, të qetë, të konkurrencës së lirë. Edhe sot kam besim të plotë se shteti ynë, Kosova dhe qytetarët e Kosovës do të kalojnë testin evropian për të ardhmen e tyre, pra për të dëshmuar rendin demokratik, për të dëshmuar zhvillim aktiv të demokracisë dhe perspektivë të sigurt evropiane. Pra sot gjithë jemi të angazhuar për Kosovën evropiane. Faleminderit.